18 qershor 2025 dhe këtë video ja kushtoj të gjitha ju grave të brezit ton, duke ju drejtuar një pyetje dhe ju lutem komentoni këtu në TikTok, kudo që jeni, ose në mesazh privat, ose në YouTube, kudo që do ta shikoni këtë video. Ju lutem shpërndajeni dhe në përshok e shoqe të tjera. Erdhi koha që ne të fillojmë të zgjohemi dhe të bëjmë çdo gjë për veten tonë, të pranojmë të mirën dhe të keqen, të bardhën dhe të zezën, çdo gjë që në ka ndodhur, se çdo gjë që ka ndodhur është ashtu si duhet të ishte. Gjithmonë flas shumë, jo se s'di të flas dhe pak. Por unë nuk jam këtu për të gjithë njerëzit. Jam për ata guximtar, gra, por tani ju ftoj dhe ju burrave. Ju burrave që keni zemër të bardhë dhe që fshiheni mbrapa ashpërsisë tuaj. Bota do ndryshojë kur do ndryshojmë ne. Bota do ndryshojë kur ne të pranojmë që jemi dhe të dobët dhe të fortë, je femër apo mashkull. Bota do ndryshojë kur ne të bëhemi të ndërgjegjshëm. Dhe që të bëhesh i ndërgjegjshëm dhe të zgjohesh, thjesht duhet të punosh me veten. Thjesht duhet të shkosh tek zemra dhe të shikosh gjithë ato pjesët e shpirtit tënd që i ke bllokuar, i ke mbyllur në qeli të ndryshme me burgim të përjetshëm. Por sot unë jam para teje të them që nuk jam asgjë më tepër më shumë se ty. Jam një njeri si ty, por zgjodha në këtë jetë jem grua. Po, jam lindur dhe në 8 mars dhe që është dita e grave. Asgjë nuk është thjesht në këtë univers, në këtë botë, në rruzllin tokësor. Çdo gjë bëhet për një gjë. Dhe dua t'ju them, po, kam një veti të veçantë, por mund ta kesh edhe ti. Po, flas me Zotin nga zemra dhe marr dhe përgjigje. Dhe për shumë kohë nuk e pranonja këtë fuqi të shpirtit tim. Po, më pëlqen të jem e drejtë dhe qartë. Por mos e dini, të gjithë ju, që kur je i drejtë dhe i sinqert dhe ke dashuri dhe përpara të dalin shumë probleme të ndryshme, mund të kalosh dhe në anën tjetër, të bëhesh dhe i ashpër. Ndaj të kuptoj shumë mirë, ty grua, akoma dhe ty burr, që shumë herë në 1 minutë, në disa sekonda, mund të therrasësh, mund të bësh diçka ndryshe dhe nga ajo që ti nuk je dhe të bëhesh pishman. Dhe këtu dua të bëj një pyetje, je mashkull apo femër? Sa herë ke dal nga vetja dhe nuk e ke kontrolluar veten kur të është bërë një padrejtësi? Dhe më tepër, nga 1 deri në 10, sa herë në jetën tënde ke ndjerë padrejtësi, mashtrim, manipulim, shumë herë dhe nga njerëzit më të dashur, të vetes tonë, të shtëpisë tonë, nga familjarët, nga nëna, babai,
motra, vllai, nga burrat, gratë, nga fëmijët tanë që janë njerëzit më të shtrenjtë. Por këtu jam të them o shpirt i bukur, o shpirt në evolucion, sepse të gjitha këto bëhen që shpirti të rritet. Është si kur kalon ato testet e ndryshme, provimet e ndryshme që të kaloj klasën. A e di një pse ke ardhur në jetë? Kush është misioni jot? Kush është karma, mësimi jot për të berë? Kush do jetë karakteri jot? Si duhet ta ndryshosh atë nga minus në plus? Kush janë talentet e tua? Dhe shumë të tjera se nuk duhet të përqendrojmë këtu. Atë kontratën e shpirtit para se të vinte në tokë. A e di, a e nje. Këtu dua të them që jam e lumtur që këto informacione të jashtëzakonshme i kam, që mund ta bësh analizë në artës të evolucionit të shpirtit, bëhet njëherë në jetën tonë, dhe në të njëjtën kohë jam e lumtur që mundet ta marrësh si trajnim, që ti mësosh dhe ti kesh këto informacione për veten tënde. Nuk ka gjë më të bukur, më të mirë, kur e di pse ke ardhur, sa erdhe të bësh në tokë dhe ku do shkosh. Shpërndajeni këtë video dhe në njerëz të tjerë. Regjistroni këtu në TikTok dhe në YouTube. Të bëhemi shumë. Komentoni. Më thoni kush është gënjimi juaj më i madh në jetën tuaj. A keni dal nga vetja? Dhe unë jam këtu për të kthyer përgjigje dhe së shpejti do bëjmë një trajnim të fuqishëm për të gjitha këto që ty të nxjerrin jashtë vetes. Ju dua dhe ju meshkujt të flisni, të hapni zemrën, sepse vetëm atëherë kur ne të dy së bashku, gra dhe burra, duke hapur zemrën, do filloj të vijë shoqëropia, ekuilibri, balanca dhe armonia. Nuk jemi o njerëz, gra dhe burra vetëm, por jemi shpirtra. Dhe di shumë mirë që juve gratë, ne gratë jemi mashtruar. Jemi përdhunuar shpirtërisht, fizikisht. Kemi vojtur shumë. Por edhe burrat nga ana tjetër, kanë vuajtjet e tyre, por kanë turp të flasin, të shprehin, të hapin zemrën se ju thanë që po. Në të tjera, sepse kam nisur një mision të madh, atë mision që e di pse kam ardhur. Sapo jam kërthyer nga një udhtim, që shkova në 3 shtete të ndryshme, në Francë, Gjermani dhe në Zvicër. Çdo vend ka energjinë e tij dhe mora mesazhe të bukura nga Zoti për t'i shpërndarë me ju. Po, bëj channeling dhe dëgjoj shumë gjëra dhe shumë i kam shkruar dhe te libri Agjenta Magjike. Po, jam njeri i thjesht, po gjithmonë që kam dashur, me gjithë shpirt të isha ajo zana magjike që të bëj mrekullira që të shkoj lumturinë e njerëzit. Dhe lumturia mund të vijë. Mund të vijë njerëz vetëm kur hapim zemrën dhe japim dashuri. Dashuria është gjithçka. Por dashuria fillon nga ne. Nëse nuk e gjejmë brenda nesh, nuk mundet të jetë jashtë nesh. Për më tepër informacione mund të shikoni faqen e internetit tim. Por për mua ato nuk janë asgjë, sepse Zoti i vërtet është ai që di të flas ndërmjet meje. Thjesht jam një kanal